Ndërsa Altin Doci mbetet i lirë në Aratish, drejtuesit dhe punojësit arrestuar të burgut të Durrësit po përballën me përgjegjësi ligjore për arratisjen më të bujshme nga duart e drejtësisë së viteve të fundit. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg 3 zyrtarë të dyshuar për shpërdorim të tyre. Në rastin e arratisjes së 39 vjeçarit Doci nga spitali infektiv u ishte dërguar për vizitë mjekësore. Bëhet fjalë për zëvendësshefin e policisë së burgut, Desdemon Pazaj, dhe 2 gardianët, Sali Ferrollari dhe Fation Braçi, të cilët shihen në pamje teksa shoqërohen Altin Docin pa asnjë masë sigurie. Punonjësja e burgut Durrës, Violeta Uka, dhe krye-infermieri Aulon Çuku do të vijohen të hetohen në arrest shtëpie, ndërsa 3 efektiv të tjerë nën masën detyrim paraqitje. Sipas prokurorisë, të gjithë kanë shkelur rënd procedurën gjatë shoqërimit të Altin Docit në spitalin infektiv. Po ashtu ngajtimet ka rezultuar se për këtë lëvizje nuk është njoftuar as drejtoria e përgjithshme e buxheve dhe as policia e shtetit, çka përbën një tjetër shkelje të rënd. Për këtë arsye, prokuroria thotë se 8 personat kanë shpërdoruar detyrën dhe ka kërkuar vijimin e masave të sigurisë. Ndërkohë 8 zyrtarët janë shkarkuar nga detyra me urdhër të ministrit të drejtësisë vetëm pak orë pasi Altin Doci u arratis. Me një vendim të marrë së fundmi, policia arrestoi edhe drejtorin e burgut të Durrësit, Indrit Cërloj, ndërsa ndaloi Ylmete Semën, shefin e kujdesit shëndetësor, duke caktuar masën e arrestit të shtëpisë. Për gjetjen e Altin Docit, policia ka përqendruar kontrollet në disa qytete, përfshirë Tiranën, Durrësin dhe Elbasanin, por deri më tani pa rezultat. Aktualisht, subjektë e timit janë disa persona që kanë pasur shumë kontakte me Docin gjatë kohës që ai ndodhi në qelitë e burgut të Durrësit. Altin Doci konsiderohet person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Nisur nga kjo situatë, drejtoria e burgjeve ka zhvilluar një operacion për zhvendosjen e disa të burgosurve nga Durrësi drejt burgjeve të tjera të vendit.